Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Unë jam Xhensila Thartori, bëjmë një vlerësim të përgjithshëm të Prokurorisë së Përgjithshme të Shqipërisë për vitin 2025. Në vitin 2025, Prokuroria e Përgjithshme ka qenë në qendër të vëmendjes së publikut shqiptar, ndërsa drejtuesi i saj, Olcian Çela, ka vazhduar të mbajë një profil të qetë dhe profesional. Në udhëheqjen e tij, institucioni ka shënuar rritje të ndjekjeve penale dhe përmirësim të efikasitetit në përfundimin e çështjeve, ndërkohë që sfidat e mbigarkesës së rasteve dhe nevoja për reforma ligjore mbeten ende të pranishme. Si figurë publike, zoti Çela ruan një ekuilibër të rrallë mes autoritetit institucional dhe neutralitetit mediatik, duke qëndruar larg polemikave politike dhe duke i dhënë një fytyrë të qëndrueshme për të rezervuar Prokurorisë së Përgjithshme. Rritja e efikasitetit të Prokurorisë së Përgjithshme. Në drejtimin e zotit Çela, Prokuroria e Përgjithshme ka shënuar përparim të dukshëm në trajtimin e çështjeve penale gjatë vitit 2025. Numri i çështjeve të procedimeve të ndjekura ka shënuar rritje, ndërsa përqindja e çështjeve të përfunduara ka reflektuar një rritje efikasiteti krahasuar me vitin paraprak. Ky rezultat tregon për kushtimin e institucionit për të përmirësuar procesin e ndjekjes penale dhe për të siguruar që drejtësia të funksionojë në mënyrë më të shpejtë dhe më